Zëri i saj është zëri i nënës shqiptare. Hapi i saj në skenë është hapi i historisë. Emri i saj është një kapitull i artit kombëtar. Sot, në këtë ditë dhjetori, faqja Na ishte dikun ndalet me respekt dhe mirënjohje për të nderuar një figurë madhore të skenës dhe ekranit shqiptar. Aktoria e pavdekshme, Tinka Kurti, që feston 93 vjetorin e lindjes. Ajo lindi më 17 dhjetor 1932 në Sarajev, në një familje artdashëse, në një periudhë të trazuar historike, por të mbushur me shpresë për të ardhmen. Që në familjinë e hershme, jeta e saj u shoqërua nga lëvizja, ndryshimi dhe përshtatja. Kur ishte vetëm 5 vjeçe, familja e saj u shpërngul drejt Shkodrës, qytetit që nuk do të ishte vetëm vendbanimi i saj, por frymëzimi, kujtesa dhe shpirti i saj artistik. Në Shkodër, Tinka Kurti kaloi vitet më të ndjeshme të formimit njerëzor. Aty mbaroi arsimin 7 vjeçar, aty njohu dashurinë për artin, për fjalën, për teatrin dhe për njerëzit e thjeshtë. Shkodra e atyre viteve ishte një qytet me traditë kulturore të pasur, me humor të hollë dhe ndjenjë të fortë komuniteti, elemente që do të reflektoheshin më vonë në çdo rol të saj. Edhe pse e lindur në Sarajev, ajo ka pohuar gjithmonë me bindje. Unë jam aktore e Shkodrës, atje kam dashurinë dhe dhimbjen, mallin dhe pengjet e mia. Në vitin 1947, e re në moshë dhe me ëndra të paqarta, Tinka Kurti u nis drejt Tiranës për të studiuar në Politeknik, duke sikur jeta po e çonte drejt një profesioni krejt tjetër, larg skenës dhe artit. Por ndonjëherë rrugët më të mëdha hapen përmes rastësisë. Pa e ditur se po shkruante fatin e saj, ajo u regjistrua në degën e dramës në shkollën e mesme të asaj kohe. Ishte pikërisht aty që talenti i saj u zbulua, një talent i pastër, i sinqert, i natyrshëm, pa bujë, por me thellësi. Vetëm 16 vjeçe, Tinka Kurti u ngjit për herë të parë në skenë. Publiku ndjeu menjëherë se kishte përballë një prani të veçantë, një aktore që nuk luante, por jetonte çdo rol. Për disa vite ajo u aktivizua në teatrin amator të Shkodrës, duke mësuar disiplinën e skenës, duke u rritur profesionalisht dhe duke ndërtuar marrëdhënien e saj të përjetshme me publikun. Ishin vite pune të heshtur, por të frytshme, që hodhën themelet e një karriere të jashtëzakonshme. Nga viti 1949 e deri në daljen në pension, Tinka Kurti ishte aktore e teatrit Migjeni të Shkodrës. Një jetë e tërë e kushtuar skenës. Gjatë kësaj periudhe, ajo interpretoi rreth 120 role, duke krijuar një mozaik personazhesh që pasqyrojnë jetën shqiptare në të gjitha dimensionet e saj: dhimbjen, gëzimin, sakrificën, humorin dhe shpresën. Ajo ishte ndër 10 aktoret themelues të teatrit Migjenit, duke u bërë pjesë e historisë së këtij institucioni që do të formonte breza të tërë artistësh. Për shumë aktorë të rinj, Tinka Kurti nuk ishte vetëm kolege, por mësuese, shembull dhe udhërrëfyese. Regjizori Andrea Skanjeti ishte një nga ata që e kuptoi thellësisht fuqinë e jashtëzakonshme të artit të saj dhe e riktheu edhe një herë në skenë me shfaqjen Dasëm Shkodrane. Ky rikthim u përjetua si një festë e vërtet artistike dhe si të shmi se talenti i vërtet nuk njeh moshë. Në skenë, Tinka Kurti u shndrua në simbol të roleve të nënave shqiptare. Nënë e fortë dhe e përvuajtur, nënë e mençur dhe e dhëmshur, por edhe grua me humor të hollë, ironi të natyrshme dhe forcë karakteri. Ajo ishte po aq e fuqishme në dramat më të rënda, sa edhe e shkëlqyer në komedi. Rolet e saj në Gjaku i Arbrit, Histori irkutase, Toka jon, Fisheku në paj dhe Fejesa e Çehorit janë dëshmi të një diapazoni të gjerë interpretimi dhe një mjeshtrie të rrallë aktoriale. Në Toka jon, interpretimi i Filës dhe më pas i Lokes mbetet një nga kulmet e artit të saj skenik. Krahas teatrit, Tinka Kurti la gjumë të thella edhe në kinematografinë shqiptare. Ajo interpretoi në rreth 35 filma artistik, duke nisur me filmin e parë shqiptar me metrazh të gjatë, Tana, në vitin 1958. Ky rol shënoi fillimin e një pranie të fortë dhe të vazhdueshme në ekranin e madh.
Ndë rolet më të paharruara në film janë Nën Pashako në Yjet e netëve të gjata, Nëna tek qifti lumtur, Signorina Mancini në Vajzat me kordele të kuqe dhe Gjyshja tek Zemra e nënës. Çdo rol ishte një portret i vërtet, një copë zjete e sjell me ndershmëri dhe ndjenjë të thellë njerëzore. Sot, Tinka Kurti nuk është thjesht një aktore me karrierë të gjatë. Ajo është një epokë e gjallë e artit shqiptar, një simbol i përkushtimit, i sakrificës dhe i dashurisë së pakushtzuar për skenën. Breza të tërë janë rritur me zërin, fytyrën dhe emocionin e saj. Ajo na ka mësuar se arti nuk plaket, se talenti nuk shuhet dhe se dinjiteti artistik është vlera më e madhe që një aktor mund të ketë. Në këtë ditë të shënuar, ne ju urojmë shëndet, qetësi dhe respekt të pafund. Faleminderit për çdo emocion, për çdo rol dhe për çdo jetë që na dhuruat në skenë dhe ekran. Me respekt e nderim, faqja Na ishte dikur ju uron nga zemra. Gëzuar ditëlindjen, zonjë e madhe e artit shqiptar, Tinka Kurti. Tani, ju ftojmë të dëgjoni një poezi dedikuar artistes së madhe Tinka Kurti, nga faqja Na ishte dikur. Në skenë erdhe si fjale urt, me zërin që dhimbjen e kthen në drit. Në sytë e tu pasqyrua zemra e but, dhe jeta u bërol i pafundësis. Shkodra të rriti me mall e krenari, me gur kaldrëmi e shpirt të fort. Aty mësove ta marrësh dhimbjen fshehu, e dashuri të japësh në çdo kohë. Nëna u bë fytyra jote më e shenjtë, me lotë që flisnin më shumë se çdo fjalë. Ti sluaj të role, ti rrite fate, në heshtje në shpirt, dashuri e marrë. Koha kaloi, por supla kur e nryyt, sepse arti nuk njehmosh. një emër që rrej në zemrën e kombit, ti mbetet dritë në kujtesën